Në më pak se 2 javë, dinamikat e lojës brenda fermës së vipave kanë marrë një zhvillim të paparashikueshëm. Mbrëmja e 4 e spektaklit solli emocione të forta, debate, surpriza, por dhe shumë sfida. Gëzuar ditëlindjen ku është torta? Faleminderit. Nga studi qendrore, moderatorja Luana Vjollca nisi natën me një urim për ditëlindjen e kryeplakut të këtij edicioni të dytë, Albano Bogdan. Një televotim i hapur që prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut, mbajti gjatë në ankth konkurrentët. Publiku ka vendosur fermeri i preferuar që fiton imunitet sonte është Limi. Ishte pikërisht Limi, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermerin më i votuar dhe duke u shpallur automatikisht imund ndaj votimit për eliminim javën e ardhshme. Ti je kapiten i një skuadre dhe ai përballë teje do të jetë kapiteni tjetër. Kë zgjedh ti për të sfiduar? Më jep një emër. Big Boston. Ndërkohë kryefermeri në fuqi, Andueli, kishte në dorë fatin e sfidës së mbrëmjes. Ai zgjodhi një tjetër kundërshtar që u vendos përballë tij për sfidën. Big Basta nga njëra anë dhe Andueli nga ana tjetër formuan 2 grupet e tyre që do të ishin përballë njëri tjetrit për të zhvilluar lojën. Nisjani. Garë kjo që u fitua nga grupi i Anduelit, teksa automatikisht grupi i Big Bastës i përbër nga Albi, Roni, Nur, Daniela, Alba, Kesi dhe Elinara shkojnë në një televotim të hapur deri ditën e hënë për të eliminuar njërin prej tyre. Alba Pollozhani gjithashtu ishte në qendër të debateve gjatë gjithë spektaklit. Fermerja duket se ka trazuar ujërat jo vetëm ndërmjet fermerëve, por edhe opinionistëve. Më normale mi Alba të kapësh i grua me që se i ka ca vite më shumë se ty të kanë ngel ty në derë. Ndërsa për fakirët e kësaj jave, Big Mamën, Erandin, Elinarën dhe Albën, Agaj u tregua zemër gjerë. Përmes një loje në arenë për të gjetur çelësin e shtëpisë së fakirit, ata mundën të dilnin nga dënimi. Por mbrëmja vjoj gjatë, një zarf surprizë për Frederikun do të ndryshoj lojën në fermë. Deri të dielën, këngëtari duhet të zbulojë nga një sekret për fermerët, por askush prej tyre nuk duhet të marrë vesh për misionin. Dhe për këtë, Frederik Ndoci do të shpërblehet duke i sjellë në fermë pianon që aq shumë e ka kërkuar. 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për publikun në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus.